një sulm shumë herë më i madh se që bë prej 28 shkurtit. Jerusalem Posti njofton që në tavolinën e Trumpit është rikthyer opsioni i ndryshimit të regjimit, ndërkohë për aksion Trump supozohet dhe citohet se ka thënë që do të vijë një goditje edhe më e madhe se ç'është parë ndonjëherë, sepse Irani nuk ka marrë akoma atë dhimbjen e madhe. Si e vlerëson këtë situatë, ndërkohë që avion dhe regjia duhet ta kenë në fakt një video që avion sa vinë edhe amerikan sa vinë edhe afrohen drejt lindjes mesme, apo e peshon vërtet Trump një ndërhyrje të tillë? Nuk di ta them apo peshon apo jo, por gjithsesi fakti që ai e deklaron këtë gjë do të thotë që ose apo përgatiten për një sulm i cili nuk mund të zgjasë më shumë se 3-4 ditë, maksimumi një javë, sepse aq është ky kapaciteti aktualisht që mund të mbajë për të goditur, për shkak edhe të kohës të veprimit, kohës të fluturimit, bazave ajrore të cilat mund të përdoren për të goditur pikat në Iran, nga cilët duhet ngrihen këta avion. Aktualisht, këta avion që po vinë, po vendosen kryesisht në Jordani dhe në Izrael. Pra nuk po vendosen në Kuvajt, nuk po vendosen në Emiratet e Bashkuara, nuk po vendosen në Katar, nuk po vendosen në Arabinë Saudite. Pra, në Jordani. Pra, në Jordani, Izrael. Kjo është vendi ku po vendosen këto. Pra, vetëm në 2 vende. Dhe për sa kohë vendosen në këto 2 vende, rotacioni i fluturimit është i limituar në këtë aspekt. Të shumë larg si distancë. Është larg si distancë, plus që duke pasur ti ke vetëm mund përdorësh 4 baza në Izrael edhe 2 baza në Jordani, pra 6 baza gjithsej. Dhe nga 6 baza gjithsej ti ngresh ta avion, pra edhe në formën e rotacionit që duhet ngrihen, pra bllokohen pistat, pra kohë që të ngrihet, një dikush do ngrihet ulet sepse në kuptimin operacional, orët e fluturimit tyre janë të limituara, pra mund të qëndrojnë 3 orë në ajër dhe pas 3 orësh do t'i furnizosh, do qëndrojnë edhe 3 orë të tjera, po sërish do të ulen. Pra, duhet të ulen gjithnjë këta avion. Dhe në moment që ulet ti rotacioni i uljes, pra bllokon pistën, pra bllokon hyrjet daljet e pistës, sepse nuk është kaq e kollajt. Pra vonesa që ndodh, kjo të shkathon vonesa edhe në çështjen e operacionit. Prandaj është një operacion që mund të zgjasë për një javë, por si do të jetë, është një operacion i cili mund të jetë intensiv por i limituar. Pra goditja është intensive, por kohëzgjatja është e limituar. Do jetë e limituar. Pikërisht. Dhe plus ka një gjë tjetër që edhe pala tjetër nuk është se do të rrimë me duar kryq. Pra, lëshimi i raketave nga ana e Iranit do të vazhdojë dhe kur ti ke ta zëm vetëm 8 baza, si objektiv është më lehtë për 8 baza sesa ti kur i ke 16 baza. E ke më të përqendruar goditjen e ke më të përqendruar. Dëmin e bën më të madh, pra në rast se 1 ose 2 raketa bien dhe të bien në pistë dhe ta shkatërrojnë pistën, të hapin një grop, atëherë të duhet 4-5 orë që të rregullosh pistën. Pra për 4-5 orë të ka ndaluar fluturimin atë, të ka penguar në zhvillimin tënd të operacionit. Pra janë çështje teknike të vogla, të cilat duken si kur i flet këtu në televizor, të duken si gjëra pa vlerë, por në realitet në vëmendarinë tënde operacionale ato të shkaktojnë probleme dhe vonesa në çështje operacionale. Dhe vonesa të çështjeve operacionale do të thotë që ti të i mbash, pra në rast se ka bllokuar pistën, ti duhet i mbash avionët të grumbulluar në një vend caktuar, po aty sërish raketa mbrin, edhe aty ku janë avionët. Dhe dëmi është më i madh. Dhe avioni është nuk është punë e makinës që po i ra një gur i vogël dhe deformoi pak atë llamarinën, nuk ka problem. Te avioni një deformim i vogël ka shumë problem për arsye se është çështje ndikon në çështjet aerodinamike të avionit në fluturim. Kështu që edhe një dëmtim sado i vogël i sipërfaqes avionit e bën atë e nxjerr jashtë fluturimit për një kohë të caktuar për aq sa duhet riparuar. Pra dëmi është shumë i madh te aviacioni se sa te mjetet e tokë. Ndërkohë për avionët që ngrihen nga aeroplanbajtësit edhe avionët që ngrihen nga aeroplanbajtësit janë të limituar, pra 70 avion mban një aeroplanbajtës, nuk mban më tepër. Pra qartë, kështu që një sado që është e njëjta gjë. Dritan, me që jemi tek goditja e limituar, mos bëhet fjalë për atë që kemi folur në goditjen e Malit Kazm që thon këta .X. Unë nuk di ta them, por Mountain. Të them që në rast se do të ishte ajo, do të ishte një aksion ose një operacion i shkuar dëm, për arsye se nuk mund të shkaktojë ndonjë dëmtim aty lloj mali, dhe në thellësinë që është ajo qytet toksore 500 metra nën tokë, nuk ka asnjë kapacitet që të shkaktosh dëmtime. Pra mund të bëhet në një farë loje që të shitet nesër sikur e dëmtuam, ose të shitet në një ulje tjetër në tavolinë. Ajo që unë po mendoj është që bëhet një aksion i tillë, zgjat disa ditë,
dhe pastaj palët kërkojnë të ulen sërish në tavolinë, Trumpi sërish do vazhdojë të mburrë dhe thotë që ne i detyruam se i shkatarruam, ata thonë ne ulem se ata s'kishin më kapacitete dhe ulen vazhdojnë bën një lloj marrëveshje tjetër të pavlefshme, e cila i merr po prap 40 ca ditë, 60 ditë, 80 ditë dhe rikthehemi sërish te njëjti cikël, te njëjti interval. Nuk bëhet llaf për dëmtime më pra, që mund t'i bësh Iranit në këtë pikë. E qartë, ndërkohë dritan te Jerusalem Post e mora këtë. Ndërkohë në Izrael po bëhen gati ato bunkerët e luftës, le të themi. A mundet që në këtë sulmin e ri që po parapërgatitet Izraelit bëhet pjesë, apo që Irani ta godas edhe Izraelin? Po, në rast se avionet që do të godasin kësaj radhe Irani do të ngrihen nga bazat izraelite dhe kryesisht ato janë baza ushtarake, pra sepse një aeroport civil ka Izraeli, pjesë të tjera ka aeroporte ushtarake dhe në momentin që ti vën dispozicion aeroportet tua ushtarake për të goditur një vend tjetër, automatikisht je pjesë e kësaj lufte. Dhe automatikisht jep të drejtën Iranit për të goditur, kthesh objekt goditje. Pra në këtë moment janë patjetër objekt goditje nga ana e Iranit. Kështu që kjo është e pashmangshme nëse avionet... Në rast se avionet do të ngrihen, besoj që do të ngrihen, sepse aty po vendosen, pra nuk është se... Në atë sulmin e limituar. Ndërkohë, dritan, ajo që më bëri përshtypje ishte ky lajmi i avionëve strategjik B1. Kemi folur për avion strategjik B2, po do doja shumë të kuptoja... Është i njëjtë, pra avioni B1 është i njëjtë me avionin B2, thjesht sa diferenca të vogla ka në aspektet teknologjike. Përdorimi i këtyre avionëve në këto bombardimet e fundit, pra që është përdorur dje dhe është çështje ekonomie operacionale dhe jo çështje e veçantë, pra. Pse e them ekonomie operacionale? Pra është përdorur për nevoja operacionale dhe jo për nevoja taktike. Për nevoja taktike ti përdor një sasi, një grumbull avionësh, pra duke marrë parasysh hartën e Iranit, ti mund të përdorësh disa avion për të bërë disa goditje në vende të ndryshme. Raketat që janë përdorur janë raketa Cruz. Edhe ky B1 ka përdorur raketa Cruz, por mbetet te për arsye operacionale, për arsye ekonomie operacionale. Një avion B1 mban 24 raketa Cruz. Në rast se do dërgoje disa avion për të çlirëshuar këto 24 raketë, do dërgoje 6 avion për të çlirëshuar 24 raketa Cruz. Pra ky mban 24. 24. Kurse një avion tjetër mund mbaj maksimumi 4 raketa Cruz. Dhe ti do të çosh 6 avion Cruz për të lëshuar 24 raketa Cruz. Këta 6 avion do t'i shoqërosh edhe me 12 avion të tjerë që janë avion shoqërues që i mbrojnë këta për detyrën që kanë. Dhe u bën 12 avion. Në total. Për një operacion që mund ta kryejë një... Pra 12 do çosh shoqëruese dhe 6 i ke 18 avion. 18 avion. Tash për këta 18 avion që do çosh, do lëvizin, duhet edhe një avion cistern. Që t'i furnizoj rrugës. Absolutisht. Ky avion cistern do 2 avion tjerë shoqërues, që e mbrojnë avionin cistern. Që është standard. Pra, në total bëhen 20 avion të vegjël, luftarak, dhe një avion cistern. Pra 21 avion. Atëherë, për 24 raketa. Për 24 raketa. Dhe duke qenë se ti e ke të limituar të, pra nuk do bësh goditje të mëdha, nuk është se do lëshosh ta zëm 100 ca raketa dhe do sjellësh do zëvendësosh. Atëherë, për një operacion të tillë, për nevoja operacionale, atëherë ke zgjedhur të çon një B1 i cili mban 24 raketa. Dhe nuk konsumon të, nuk kanë harxime njerëzore, tilla nuk kanë harxime kohe, tilla nuk kanë rreziqe të mëdha. Dhe e dyta, këta avion normalisht janë avion strategjik, duhet edhe këta që të mbahen në fond në një gjendje operacionale. Dhe duhet kemi që parasysh që luftrat janë vendi ku është on-job training, pra është vendi më i mirë ku ti mund të trajnosh personelin tënd. Është vendi më i mirë ku ti mbash në gjendje gatishmërie personelin tënd, ti mbash gjithnjë të gatshëm pra si trajnim, por ama luftrat janë edhe vendi ku është vendi ku bën eksperimentet më të mëdha. Pra çdo lloj avioni, çdo lloj gjë që është e veçantë, që shkon tek, mund të ketë edhe aparatura të veçanta në bord për eksperimente të veçanta, pra ushtarake që ata i përdorin, sepse luftra është laboratori më i madh eksperimental që ka parë njerëzimi, çdo lloj lufte. Aty eksperimente bëhet që nga sjellja e njerëzve në luftë, e civilëve dhe ushtarakëve, që nga emocionet e deri te armat. Pra është laborator lufta në aspektin asaj që ndodh. Është në rastin konkret, po thua... Të gjitha luftrat janë laborator. Studimi. Absolutisht. Janë laborator studimi sepse ato sjellin zhvillime të tjera. Zhvillime teknologjike, pjesa më e madhe atyre kanë dalë nga luftrat. Gjitha zhvillimet teknologjike, zhvillimet mjekësore kanë dalë nga luftrat.
sepse duhet të japësh aty për momentin zgjidhje gjithçkaje, të cilën ti aty mund të shohësh 1000 raste, por ama në një jetë civile këto 1000 raste ti mund të shohësh për një 10 vjeçar. Edhe ato të shpërndara tek e tek nuk i bën dot bashk. Kurse këtu i shef bashk gjëra për 10 ditë. Absolutisht. Prandaj lufta është eksperimenti më i madh, është laboratori më i madh eksperimental që ka pasur në njerëzimi, çdo lloj lufte. Dhe sidomos këto luftra tona moderne. Bënjishat. Prandaj nuk do t'ju bëj çudi që shihni B1, B2, B52 që hyn ndonjëherë. Pra, përveç ekonomisë operacionale, në raste të tilla, përdoren edhe për plot gjëra të tjera. Ndërkohë, Dritan, ajo që sugjerohet është që këto janë avion që mbajnë edhe bomba për të goditur këto centralet bërthamore. Në raport fjala vjen me B2-shin që bëri sulmin në Natanz. Centralet bërthamore janë goditur me raketa Cruz, pra nuk janë goditur me armë bërthamore, janë goditur me raketa Cruz. Me raketa Cruz. Jo, flas për ato GBU, ato mund përdoren nga B1-shi. GBU-ja mund përdoret nga B1-shi, po duhet që B1-shi të lëshojë duhet hysh brenda territorit, kurse ky avion nuk ka hyrë brenda territorit iranian. Nuk ka hyrë brenda raketa Cruz. Raketat Cruz janë raketa që fluturake, pra raketa fluturuese. Që ti i lëshon nga jashtë territorit, normalisht mund të ketë përdorur ato jasëm, raketat gjasëm, ato shkojnë kanë 900 kilometra distancën. Pra ti i lëshon nga mesi i Irakut edhe ato shkojnë destinacionin në rast se ke. Këta avion nuk janë futur dhe nuk kanë kaluar hapësirën ajrore iraniane, nuk kanë shkelur hapësirën ajrore iraniane, janë përdorur nga jashtë hapësirës ajrore iraniane. E qartë, kështu që në këtë kontekst jemi në këtë pikë. Ndërkohë, nga ana tjetër, Dritan, ndërkohë që kemi këto deklarata nga ana e presidentit Trump, kryetari i parlamentit iranian deklaron se sa kohë, unë po e perifrazoj, sa kohë ne nuk do na lejohet të shesim naftë, askush tjetër në rajon nuk do të shes. Pra, ajo që shikohet është nga ana tjetër një vendosmëri përballë retorikës luftës që kemi nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si e vlerëson këtë? Çfarë mendon se do të prodhojë ky qëndrim? Irani e ka deklaruar këtë prej fillimit, edhe para fillimit të këtij konflikti, që vjet e ka deklaruar që në rast se do të na pengohet shitja e naftës neve, atëherë ne do t'i ndalim të gjithë shesin naftë. Ndalja e gjithë është bllokimi i Ormuzit dhe Bab el Mandebi, apo do kemi sulme? Jo, bllokimi i Ormuzit nuk ka nevojë, mjafton të bllokosh Ormuzin dhe Bab el Mandebit dhe shitja është ndaluar. Pra nuk ka një reperkusion, fjala vjen që të goditen me raketa vendet e gjirit. Ngushtica e Ormuzit, rafineritë e naftës në vendet e gjirit. Jo, s'ka nevojë. Ngushtica e Ormuzit është si një glob magjik që si puna se llambës Aladinit që kanë në dorë tash iranianët, dhe sa herë fërkojnë atë, i kërkojnë diçka, dela i gjindi aty dhe ata i kërkojnë diçka këtij gjindit për të bërë. Nuk ka nevojë ti bombardosh puset e naftës, edhe këto për arsye se problemi i puseve të naftës, për ata që janë specialistë të gjeodezisë, e din shumë mirë të punë që në momentin që ti nuk e nxjerr këtë naftën, se s'ke ku ta depozitosh, sepse depozitat janë plot. Pra duke qenë se s'ke ku ta depozitosh, je detyruar ta ndalosh prodhimin. Në këtë që prodhon prodhimin nafta sedentare dhe ajo krijon shtresa uji, shtresa gjëra të tjera, të cilat ti më pas ta bllokon pusin e naftës. Dhe duhet muaj të tërë ta zhbllokosh këtë pus nafte, që të dalësh sërish atje ku ishe. Pra nuk ka nevojë të ta bombardoj pusin e naftës, mjafton të ta bllokoj, që ti mos nxjerrësh më prodhim, dhe duke qenë se ti nuk bën dot shitje, atëherë ti të gjitha depozitat tash i ke të mbushura plot. Dhe nuk ke depozita tjera, s'ke ku ta depozitosh atë që nxjerr. Kështu që ty të duhet të mos nxjerrësh më. Pra ai pusi ndalon. Në momentin që ndalon pusi, është si puna e atij pusi tujtit që ke te shtëpia, gjithkusht. Që në momentin që ti nuk nxjerr më ujë, pra nuk e përdor më, ai vjen e bllokohet. Sepse bie rryma ujti, bie diku e gryn dhe do gjej vend tjetër, më që s'ka ku dali, që ti nuk e merr, nuk e harxhon, ai do gjej diku tjetër ku të dali, dhe të ikën. Pra hap kanalet e veta. Dhe ti duhet pastaj sërish të ripastrosh pusin, të harxhosh të njëjtat para që ke harxhuar për ta hapur, tashmë për ta rivënë në punë pusin tënd të vjetër. E qartë. Pra është i njëjti koncept. Vetëm se këtu është diçka shumë herë më e shtrenjtë, shumë herë më e kushtueshme dhe shumë herë më teknologjike se sa ai pusi që kemi te shtëpia. Prandaj bllokimi mjafton që të falimentojnë këtë aspekt. Të falimentojë. Ndërkohë Dritan më bën përshtypje ca në ndece të vogla, regjia duhet i kem pamjet aty, besoj se duhet i kem, që janë këto në ndecet mini në ndece, dhe kjo më bëri përshtypje. Çfarë janë këto? Ka shumë në ndece tilla. Këto janë ato? Po, Irani ka shumë në ndece tilla. Sepse që janë shumë të vogla Dritan. Po, ka shumë nëndece tilla, këto nëndece i ka prodhuar Kastile për çështjen e ngushticës së Ormuzit, për arsye se ujërat në ngushticën e Ormuzit janë të cekta.
Dhe një nëndecë e madhe nuk mund të penetrojë në këto ujëra, pra nuk mund të hyjë. Nëndecët e mëdha normale që kanë vendet e tjera siç ka Amerika, Rusia, Kina, ato nuk hyjnë dot në ngushtinë e Hormuzit, sepse janë ujëra. Po duhet të rrinë mbi sipërfaqe që të kalojnë në ngushtinë e Hormuzit. Nuk hyjnë dot sepse janë të cekta ujërat dhe ka shumë shkëmbinje, gjëra të tjera që ti nuk mund të shmangesh. Prandaj Irani ka prodhuar kastile këto dhe e kontrollon ngushtinë e Hormuzit me këto. Me këto nëndecët. Absolutisht, me këto nëndecët vogla, kështu që çdo lloj anije ushtarake që do të tentojë ty në ngushtinë e Hormuzit. Në moment që këto lëshohen, do të jetë objekt i goditjes së këtyre nëndecëve të vogla. Kjo është lloj nëndecë që shihni ju, kjo nuk është nga ato, kjo është një nëndecë nga ato që janë me nëndecë dron, pra. Kjo është pa njeri. Kjo është pa njeri. Ka disa të tjera që janë me njerëz, pra kanë një personel diku rreth 7-8 veta. Ka dhe nëndecë dron që komandohen. Po, kjo është një nga ato nëndecë dron që komandohet. Shkuam edhe këto dronët. Absolutisht, kemi dronët janë edhe në New York. Kjo përdoret për goditje dritan apo shkon vetë? Kjo përdoret për goditje, përdoret për gjithçka që ata mund ta kenë parashikuar, nuk ka, po duhet parë se sa është limiti i goditjes, sa është rrezja e veprimit të kësaj nëndece. Pra, iranianët kanë prodhuar disa të tilla, kurse nëndecët e tjera, ato të voglat i kanë prodhuar me ekspertizë kryesisht koreano-veriore, pra nëndecët e tjera që mbajnë njerëz dhe që janë të vogla. Se Korea e Veriut ka prodhuar ashtu për arsye se ka në detin e Japonisë dhe në detin e Koresë Veriut që ndan me Korenë e Jugut, edhe atje janë të cekta ujërat dhe ka prodhuar këto nëndece. Pra këtë lloj teknologjie kanë marrë nga Korea e Veriut, këtë lloj sistemi, këtë lloj dizajni, pra, këtë lloj projektimi. Shumë interesant. Dritan, ndërkohë regjia duhet të kemi aty një pamje në fakt goditjes raketave të një baterie HIMARS në Kuwait, kam përshtypjen duhet ideja, këto janë ato pamjet. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka filluar një hetim në lidhje me faktin që kush po i ndihmon iranianët për të bërë goditje me kaq precizion të lartë në qoftë në bazat amerikane, po qoftë edhe në rastin konkret që po flasim në Kuwait, apo deri edhe në Jordani ku folëm herën e fundit. Pra ka nisur një hetim për të parë kush qëndron pas. A qëndron Rusia, a qëndron Kina, apo si e vlerëson këtë, se kur u pyet Lavrov pas takimit me Rubion, ai tha që përmendi edhe rastin e Ukrainës. Ne nuk po e akuzojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me kush po e ndihmon Ukrainën për të bërë ato goditje që bën në Rusi. Unë mendoj që hetimi i nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një hetim që të mos lejoj median për të parë dështimin e raketave Patriot, dëshkimin e raketave e sistemeve Patriot dhe dështimin e pozicionimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në lindjen e mesme, në aspektin e pamundësisë për të mbrojtur forcat e saj. Pra, duke qenë se siç në një emision më parë unë kam shpjeguar që në momentin që Irani funksionon në dy mënyra. Pra, e para goditi radarët me rrezet të largët veprimi. Pra, radarët me rrezet të largët veprimi, që ishin radarët që mbulonin 500 km e tutje, u goditën këta radarë. Normalisht që nuk ke nevojë për të përcaktuar se ku janë këta radarët, sepse edhe në Google Map mjafton të hysh në Google dhe mund të gjesh këta radarë dhe mund t'i shohësh. Jo më iranianët, cilët posedojnë janë në përdorim të satelitëve kinez Beidou, po plus kanë edhe vetë 3 satelitë të tjerë, cilët mund të bëjnë filmime dhe fotografime të terrenit. Kështu që pra nuk është problem për të përcaktuar sot se ku ndodhet radari, sepse radari është një diçka e madhe, sidomos radarët e distancave të largëta, pra me rrezet të largët veprimi janë radarë shumë të mëdhenj. Dhe duhet vendosen nëpër vende nëpër maje kodrash, maje malesh, pra që të kenë që largësia e tyre të jetë efektive, kështu që edhe me sy i shef dhe i përcakton qartësisht koordinatat e këtyre radarëve. Dhe këtu nuk bëhet llaf se kush i dha iranianëve se ku ndodhen radarët me rrezet të largët veprimi dhe radarët me rrezet mesme veprimi. Dhe radarët e raketave Patriot, sepse që të godasësh një sistem Patriot, duhet më parë të kesh goditur radarin. Në moment që ke goditur radarin, atëherë sistemi Patriot nuk ka nga e merr të dhënat se ku ndodhet raketa dhe nuk mund të mbrojë asgjë. Dhe ti raketën tënde e godet, ja çon direkt pastaj nëpërmjet koordinatave. Pra nuk ka ndonjë problem. Problemi këtu kryesor nuk qëndron se si i gjetën këta. Problemi kryesor qëndron tek
tek teknologjia iraniane që po përdor për raketat dhe për dronat. Por edhe kjo është një lloj teknologjie që tashmë është bërë publike se nga e kanë marrë. Është bërë publike se si e kanë. Po pavarësisht se në Washington, për shembull, edhe mediat amerikane nuk i kanë dhënë rëndësi, sepse kemi thënë gjithnjë që problemi është që neve e zhvlerësojmë armikun në momentin që flet. Pra mundohemi ta denigrojmë atë. Por jo t'ja dëgjojmë atë që thotë.